Në mëngjesin e 10 qershorit, u pa qartë se që do të ishte dita më vështirë. Një numër i madh tankesh po afroheshin drejt bunarit të Bejes, ndërsa mbi 20 sosh zun pozicionet e zjarrit. Minahedhësit filluan të godisnin pozicionet tona. Predhat bini fillimisht 50 dhe 100 metra larg, por shumë shpejt korrigjuan koordinatat dhe goditjet u afruan mbi istikame. Pluhuri dhe tymi mbulonte gjithçka. Granatat filluan të shpërthenin 2 ose 3 metra larg, duke krijuar një situatë merri dhe pritje të vazhdueshme të vdekjes. Secili luftëtar qëndronte në vendin e vet të përgatitur paraprakisht në istikam, me shpresë se ndonjë granat edhe po të binte, të mos shkaktonte humbje të mëdha. Në ato çaste mendova se ky mund të ishte fundi im. Dhora nga xhepi një kurant të vogël që e mbaja gjithmonë me vete. E hapa Kuranin të sureja Yasin dhe fillova ta lexoja ajetin. Në emër të Zotit, mëshiruesit të gjithë mëshirshmit. Ne u kemi vënë edhe para tyre pengesë, edhe brapa tyre pengesë, duke u lutur Zotit të na mbronte ose të na pranonte si dëshmor. Një predh ra 2 ose 3 metra larg bunkerit. Ky më zgjidhe presioni i shpërthimit, më mori frymën dhe për një çast mendova se isha goditur. U ngrita për të parë ku kishte rënë predha, por menjëherë pasaj ra edhe një tjetër. Po të kisha qëndruar edhe 2 ose 3 sekonda në këmbë, copat e saj do të më kishin vrarë. Kjo ishte perdja e zjarrt. Armiku be përdorte në këto momente. Ky është një bombardim i dendur me granata të rënda për të hapur rrugë tankeve dhe kombësërisë drejt pozicioneve tona. Tanket filluan të qellonin ulët duke rrëzuar dheun brenda istikameve. Një tank buloi këmbën dhe strajcën me municion të merdiut, dërsa të tjerat vazhdonin të godisnin përrojnë duke djegur lisat për gjatë tij.